buj, kur e kam pyet këtu, Azemin për gazetarë. Si ndihesh para kësaj shtëpie pa? Ai pravi ka thonë hek iki. Jemi prej kopshtit privat Rea në Tetov. Pasi sot është dita ndërkombëtare e fëmijëve 1 qershori, jemi institucioni i fëmijëve dhe kemi pas një aktivitet brenda javës që kaloi. Më thon fëmijët tan, motoja e kësaj dite ishte fëmijët për fëmijët. Dhe gjatë aktivitetit që kemi pas brenda javës, prindët e fëmijëve domethënë kanë grumbulluar disa mjete për fëmijët e Kumanovës, po gjithashtu edhe dje kemi pas manifestimin e ditës së 1 qershori, dita ndërkombëtare e fëmijëve, dhe fëmijët tan të këtij institucioni kanë ngrumbulluar, domethënë me prindët bashkë, normal, kanë përgatitur ushqime që mysafirët që kemi pas në këtë aktivitet ua kanë shit ushqimet dhe mjetet e grumbulluara të donocojnë për fëmijët e Kumanovës. Grazie.